është e vërtet që juve ju është ndaluar dhe hyrja në Seli, zonjë? Po, hyrja në Seli është ndaluar me kone, që para konventës. Po, edhe biles tani jo vetëm mua, po të gjithë duhet hyrë me kartë identiteti. Gjithëlsis. Po mirë, këti e ke paraqitur. Gjithëlsis vjetër, duhet hyrë me kartë identiteti. Nuk hymë më njëri në parti. Në parti nuk hymë njëri, në parti i vetëm sekretari përgjithshëm që nuk është votuar asnjëherë. Të bëjmë një shpjegim që pasaj na konfirmon se kundërshtoi Monika. Po. Pra, ku erdhi Meta që bëri Partinë e Lirisë, mori me vete njerëzit e presidencës dhe tjerë dhe krijoi një parti e cila e përjashtoi pak a shumë LSI-n. Kështu që nëse shohim se sot listat ne, nga LSI-ja ka 2 ose 3, nuk ka asnjë tjetër. LSI-ja e vërtet ka ikur bashkë me Monikën. Me rastin e zgjedhjeve, Monika po i jep LSI-n Partisë së Lirisë që dalin Meta deputet, apo jo? Sepse pëlloja vetë se nxjerrët me të deputet në Tiranë, si pashur. Monika i është bashkangjitur ekipit të Borës Besarit dhe Erës, patjetër, për të kaluar të gjitha lidhjet e saj politike, shoqërore, miqësore, për t'ia çuar votën Partisë Lirisë dhe presidentit të saj Ilir Meta. Dhe kjo është hera e fundit që Monika Kryemadhi voton për Ilir Metaj. Hera fundit. Gjithë jetën e saj, që nga 92-shi ka votuar për Ilir Metaj. Ilir Metaj një herë kishte rastin votonte për Monika Kryemadhin, në 2021 dhe nuk e votoi Monika Kryemadhi. Kështu që kjo është hera fundit që Monika Kryemadhi e voton Ilir Metaj. Po, nuk e. Monika Kryemadhi gjithmonë e ka votuar Ilir Metën, i ka vënë plusin kuadrat. Ilir Meta s'ka pas rastin. Në 2001 nuk e kishte se u lishan kombinat, votonim ke... Në 2001 kishte isha dhe në fjellë? Jo, në 2001. Unë isha në kombinat, në 2005 prap unë isha në kombinat dhe votonim ke njësia 7, pra aty s'ku s'kandidoja. Në 2009 unë isha në Dibër, a i votonte në Tiranë. Në 2013 unë isha në Lezhë, a i votonte në Tiranë. Në 2017 unë isha në Elbasan, a i votonte në Tiranë. Në 2021 unë isha në Tiranë, a i nuk e votoj Monika Kryemadhi. Po e di se e ka thënë vetë. Dhe biles ka kërku vota dhe për tjerët. Kështu që unë gjithë jetën time kam votuar për atë, kështu që kjo është hera fundit që votoj. Ju thoni do votoj Ilir Metën, bashkë me mua janë dhe disa njerëz të tjerë, grupi miq. Duke filluar që nga familjarët e miqparët, që do bëjmë fushat për Ilir Metën. Dhe që po bëjmë fushat për Ilir Metën, që ditën që ka dalë Ilir Meta kandidat. Si do e përcaktuani ju rezultatin, pra kontributin tuaj tek votat e Ilir Metës? Nuk na intereson fare kontributi sepse Ilir Meta mund të thotë në fund dola vetë deputet, kontributit e Partisë Lirisë falë punës time më nëzorën deputet. Nuk ka të bëj fare andi ajo gjë, ajo është një marrëdhënie morale e gjithë neve që sot jemi armiqt. Duke si lloj sfide, pra që ju më divorcuat, më hoqet nga partia, por unë po votoj për ju. Por si matet kjo vota? Zoti Tela, divorci është një element i cili në shumë gra, po edhe në burra, lë pasoja psikologjike edhe emocionale. Në një njeri si puna ime, normal që divorci ka qenë i papranueshëm, por nuk është fundi botës. Nuk është fundi botës. Unë nuk jam as gocere që të filloj. Fundi botës është kur vdese. Po dërë më ta mbaroj mendimin. Po që ke këtë vest keq. Po jo se... Regjia të lutëm ndihmoni me këtë. Ndihmoni për... Ndihmoni tani si. Po regjia është e ju dhe? Nuk jam as gocere që të filloj jetën nga fillimi, por as e vjetër që të mbyll çdo, po themi, rrugtim timin, qoftë ky politik, social apo edhe ekonomik. Sigurisht që divorci shoqërohet me një grup njerëzish të cilët përveç se kanë probleme të menduarit dhe të komunikuarit me njerëzit, sigurisht duke përfituar ndoshta edhe nga izolimi apo edhe nga rrethanat të tjera të ndryshme, të cilat e shikojnë në një këndvështrim thjesht për të administruar një buxhet të vogël të një partie, se mendojnë që ai buxheti i partisë është pushteti i ardhshëm apo vulën e Partisë Lirisë. Sigurisht që ajo që e vret Monikën më shumë nuk është fjala e divorcit, sepse në fund ditës Monika ka pasurinë më të madhe që janë 3 fëmijët e saj, dhe aq më shumë ka dhe emri, që duan apo s'duan të tjerët nuk mund ta cënojnë dot, por nga ana tjetër edhe gjithë memoria dhe kujtimet e mia të 33 viteve jetë me Ilir Metën janë sigurisht një, po themi, një pasuri e pa çmueshme për të tjerët. Ndërkohë që nga ana tjetër, ajo që unë e ndjej dhe që e ndjej si detyrë, sigurisht që nuk mund të shikoj dot fëmijët e mi kur ndihen të stresuar dhe shikojnë që risku për të votuar, po themi, ose për të çuar votën në kuti për babain e tyre është shumë i madh, duke pas
çështjen e mungesës së organizimit, pra mungesa e organizimit dhe nëpërmjet televizionit tuaj përfitoj nga rasti për të folur me të gjithë antarët e LSI-s edhe të Partisë Lirisë, komisionerët, numërusët dhe grupet e strukturimit të votës në çdo qendër votimi. Gjë që cilën ne e kemi bërë gjithmonë dhe në mënyra nga më të ndryshmet ne kemi organizuar në 949 qendrat e votimit që ka qarku Tiranës. Kjo është nga detyra kryesore për datën 11 maj. Nuk është e rëndësishme listat që mblidhen me emër me mbiemër, se listën unë ja jap Andit dhe Andit da çon listën ande këtej. Pjesën e suksesit, pra sepse nëse do ketë sukses, ata që kenë fituar si shkaktar të ngjarjes nuk më intereson kush e merr suksesin atë. Ishte suksesi ynë. Kush do e marrë suksesin? Ti ke 4 deputet sot në listë. Me përjashtim të Irisa Xhixhos edhe të Edmonda Gjinastos, të cilët janë provuar në terren, 2 të tjerët janë të paprovuar. Pra, 2 të tjerë janë të paprovuar dhe në strukturat e partisë. Pra, po flasim për kandidaten e Fierit, që është grua shumë e mirë, është një edukatore kopshti shumë e mirë, e cila ka vlerat dhe meritën e saj në parti në këto 3-4 muajt e fundit, apo edhe sekretarin e përgjithshëm Tedi Blushin, i cili është zëdhën si Zotit Meta për momentin në Partinë e Lirisë, pra është Alo Moska, në zyrat e Partisë Lirisë, më dëgjoj, ja ta mbaroj. Është personi i cili përsëri nuk është votuar asnjëherë, as për komitet, as për sekretari përgjithshëm. Tani çfarë do ngelemi ne? Ne do ngelemi në dorë. Tani më fal, 21 vjet kontribut i të gjithë atyre të rinjve dhe të rejave që kanë kontribuar, pavarësisht se ku janë sot, janë në emigracion, janë në punë të shtetit, janë në institucione, janë në biznes privat, janë pa punë, s'ka rëndësi, i kanë përzënë nga partia, çfarë do t'i lëmë? Do t'i lëmë në rrupe? Do presim ne që t'i marrin telefon? Ne do t'i japim, ne do t'i japim ore, po na merr për vëllëngjën e tani. Le të marrin. Se po thoni 2 gjëra shumë të ndryshme. Këtë se qasin në fshat, kjo thotë unë dua vajzën e priftit për grua. Jo fare, se dua fare. Te i kanë mbyllur derën, tani kjo po diskuton për partinë. E ke gabim shumë. Po çfarë? Po ma thuaj pra. Jo, e ke shumë gabim. Unë nuk them se dua vajzën e priftit për grua. Unë do pëjdasëm kur të martohet vajza priftit. Dakord me dakord, po ti po flet. Dakord me dakord, janë 2 gjëra të ndryshme nga ajo që thua ti. Ti po flet si ai. Unë nuk kam dërmend të martohem me vajzën e priftit, unë po pres të pëjdasëm kur të martohet vajza e priftit. Dhe do jap përgjigjën tim për çdo gjë. Prishet dasma dhe e merr dasmën kjo. Jo, më pse do prishet dasma dhe e marr dasmën unë? Për çfarë ta dua dasmën? Unë e kisha dasmën. Se ti mendon zoti Raki. Ç'mendoni ju për njerëzit që drejtojnë partinë sot? Sot disa figura që Meta duket që beson Tedi Blushi, Irisa Xhixhos, se këta ka zgjedhur ai që Ilir Meta i ka zgjedhur ta. Politicizmi mos ka asnjë lloj problemi. Unë nuk mendoj që Ilir Meta ka problem për votën. Ilir Meta, ju e dini shumë mirë që... Për këta njerëz, çfarë mendon ti tani? Se përshikon celularin. Jo, se merr një mesazh tash. Po lexojmë vonë. Po jo, vjen nga zona e Ysberishtit, shok. Ysberisht. Votus. Po patjetër, votus. Bukur. Atëherë ç'mendon për drejtuesit e sot? Për drejtuesit e sotëm, mendoj që fushata nuk bëhet duke nxjerr postime në Facebook me 500 flet palose që janë printuar duke kërkuar votën për Ilir Metën dhe duke bërë reklam vetes tyre. Mendoj që fushata bëhet duke trokitur derë më derë dhe duke i takuar njerëzit një nga një. Dhe jo në të njëjtin vend dhe as duke i thirrur tek partia për të marrë letrat apo porositë që duhet me dhënë. Mendoj që fushata është komplet ndryshe, duhet i takojnë njerëzit, duhet i dëgjojnë, t'ju kërkojnë dhe falje, edhe t'ju dëgjojnë për problemet që kanë, dhe sigurisht që mendoj që nuk ka pushim dreke. Fillon fushata që në orën 6 mëngjesit kur njerëzit marrin trenin apo të marrin autobusin për t'ikur në kombinat apo në ato fasonerit e tyre dhe mbaron në orën 2 natës apo në 3 natës. Nëse këta do bëjnë fushat duke flet gjumë drek, duke çu gocën ke kopshti apo ke çerdhja nga vjerri e nga vjera, apo duke marr kalamajt nga shkolla, mendoj që kjo gjë nuk është ashtu. Por sigurisht që në raste të tilla salvavidat qëndrojnë gjithmonë. Kjo është Monika.